Allahu xhelal nuk na lip neve kështu me vizore. Ja. Do të thonë vepër na bëna me vizore. Që ta bëjnë në agjerim. Hajde dikush thot, e çish gjëna mos më përmbaj takvimit, përmbaj takvimit. Po pse lëviz 10 minuta, 5 minuta andaj këndej kur gjë nuk prish punë. Kjo është suneti i pejgamberit alayhi salatu wasallam. Çaj çka na ka mësua agjerimin që obligim, çaj na ka kallëzuar se çaj ka dhënë disa faqat aftara as-saim. O e ka prish agjerimin agjeruesi. Pse? Sepse ka hi koha. Andaj koha vëzë nuk është me vizore që mendojnë ana. Sepse me vizore mundesh me punu në fletore tane. Ama në qill me vizore, çish me vizore në qill. Po, a kiti vizore me majt, tash dilli komplet jo. Për këtë arsye ka qenë traditë e jehudive me e bo dhi për peni. Apo, dhi për peni. E beson që ka thonë, po shpejton e iftarin. Po shpejton, ato e kanë të rejq ma herët. Beson ka thonë, ato e kanë shtima vonë, ka thonë, po shpejtone. Ka thonë si firi, vonone pak. Pse, thot Ibn Qayyim al-Jawziyja, mukhalafat lil jehudiyya, me e kundërshtu jehudizmin. Për këtë arsye vëzër, feja Allahu është shumë e lehtë. Feja Allahu te bareke nuk ka ta'annut. A hini vakti apo ka tumet në fit. Jo më haja ka dale. Po ajo ka dosë kur gjos gjën. Allahu nuk mundet mu paramendu Zotit te bareke o teala, ti të ka met në fit 4-7 hini që tumet. Jo më haja ka dale, haja hiç mos u gut. Pse fe lehtë Allahu subhanahu wa taala. Çka i duhet Allahu me dalën bukën fit? Çka i duhet? Nuk i duhet subhanahu